Ekzekutivi izraelit ka dhënë dritën jeshile për një nismë administrative që parashikon regjistrimin sistematik të tokave në Bregun Perëndimor, një proces që nuk ishte ndërmarrë prej dekadash. Vendimi ishte mbështetur nga ministrit kyçe, përfshirë mbrojtjen, financat dhe drejtësi, ndërsa autoriteti i regjistrimit të tokas së Izraelit do të pajiset me fonde dhe staf shtesë për zbatimin e procedurës. Sipas autoriteteve izraelite, pjesë të madhe nga territori nuk kanë dokumentacion të plotë pronësie, çka sipas tyre krijon paqartësi ligjore. Qeveria argumenton se regjimi do të sjellë rregullim administrativ dhe mbrojtje të interesave shtetëror, duke vendosur një kornizë më të qartë mbi të drejtat e pronës. Por vendimi ka shkaktuar reagime të forta nga pala palestineze. Autoritetet kombëtare palestineze paralajmërojnë se nisma mund të ketë pasoja serioze për sigurinë dhe stabilitetin në terren, duke cilësuar atë si një hap drejt konsolidimit të kontrollit izraelit dhe zgjerimit të vendbanimeve hebraike në territoret e pushtuara. Në deklaratën zyrtare, presidenca palestineze thekson se masa nuk i jep asnjë legjitimitet Izraelit mbi tokat palestineze dhe se statusi juridik i Bregut Perëndimor, përfshirë Jeruzalemi, lindor dhe rripin e Gazës, mbetet ai i territorit të pushtuar. Ajo i ka bërë thirrje Bashkësisë Ndërkombëtare dhe Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që të ndërhyjnë për të ndalur veprime që sipas tyre rrezikojnë procesin e paqes. Procesi i regjistrimit do të shtrihet kryesisht në të ashtu quajturën zona C, që përbën rreth 60% të territorit të Bregut Perëndimor dhe ku Izraeli ushtron kontroll të plot civil dhe ushtarak. Zhvillimi pritet të thellojë më tej përplasjet politike mes palëve në një kohë kur tensionet në rajon mbeten të larta.